sfida emocionuese e mos reagimit. Rozana përballet me surprizën e papritur nga nipi i saj, por nuk duhet të shfaqe asnjë emocion. Në shtëpinë e Big Brother, një nga sfidat më të vështira emocionale për banorët është sfida e mos reagimit, ku ata duhet të përmbahen dhe të mos tregojnë asnjë emocion, pavarësisht surprizave të papritura që u vijnë nga jashtë. Këtë herë, sfida bëhet edhe më e ndërlikuar për Rozanën, e cila përjeton një moment të fortë emocional kur nipi i saj hyn brenda shtëpisë, duke e surprizuar atë në mënyrën më të bukur, por edhe më të vështirë. Sa po e sheh atë, sytë e Rozanës mbushen me lodh, por ajo duhet të përmbahet dhe nuk lejohet as ta përqafojë, as t'i flasë dhe as të tregojë ndonjë reagim. Nipi i saj, i emocionuar, afrohet dhe i thot me një zë të ngrohtë: "Teto, të dua shumë. Je duke bërë një lojë të fortë dhe të gjithë jashtë jemi krenar për ty, më mungon shumë." Rozana shtrëngon dhëmbët dhe përpiqet me gjithë forcat të mos reagojë. Ajo e sheh nipin me lodh në sy, por nuk mundet të lëvizë asnjë muskul. Banorët e tjerë e shikojnë me kuriozitet, ndërsa e dinë sa e vështirë është për të kjo sfidë. Nipi i saj vazhdon të flasë, duke e ngacmuar disi: "Nuk ke për të më dhënë asnjë përqafim. As nuk do të më thuash asgjë. Hajde, mos u bëj kaq e fortë." Por Rozana rri e palvizur, edhe pse në fytyrën e saj duket qartë sa e prekur është. Ajo mban frymën, përpiqet të mos shpërthejë dhe të mos bëj asnjë lëvizje që mund t'i prish sfidën. Pas disa minutash të mbushura me emocion, nipi i saj largohet ngadalë, duke e parë edhe një herë me dashuri dhe duke i thënë: "Je më e forta, por kur të dalësh, dua 2 fish përqafime." Sa po ai del nga shtëpia, Rozana mbyll sytë dhe merr një frymëmarrje të thellë, duke u përpjekur të mbajë veten të qetë. Banorët e tjerë e përgëzojnë për forcën dhe vetë kontrollin, ndërsa ajo buzëqesh lehtë, por nuk mund të fshehë faktin se për të ka qenë një nga momentet më të vështira në këtë lojë. A do të arrijë Rozana të fitojë këtë sfidë të fortë emocionale, apo lotët do ta tradhtojnë?